to let's say you're loving me too. You can see there's something in the way I've tried to show you my door is open. I don't know how much more I can take since you've chosen to leave me frozen. Po sikur dhe java e shpejtë, mbaroi. Nuk e di me fjalë, fakti që un jam duke ja bërë kështu, nuk është se jam duke thënë thirrje mendjes, jam thjesht duke kruajtur pak vetullën. Po nuk dua të prish grimin e Ornelës që ma ka qarë. Jo, ta ka bërë shumë të mirë, ndërkohë që un po mendoja që Roza kishte në imagjinat gjithë javën, kishte diçka tjetër, një detaj femërore, fashion. Të lutem, shumë më vjen keq, më thuaj si ndihesh. Si ku java? Thuaj, mirë, ta bëja të hyrjen time së ngela. Zonja dhe zotrinj, hyrja klasike e Roza Latit. Hej, përshëndetje, Heart Attack, ja ku jemi sërish, tadan. Faleminderit që për pak më le me një sy. Kat këtë, të lutem, Visi, Vita, të lutem, kat këtë, nuk e nxjerr. A kemi marrë përsipër të jemi reality. Gjë e kemi marrë përsipër ta sjellim në ekran, ta sjellim para miqve që na ndjekën në makinë, majtas djathtas dhe ne të dy. Po, si gjithmonë në krye të detyrës, duke bashkuar njerëz, duke parë ndjenja të bukura, emocionet fokusuara në kamera, që është pjesa ime preferuar. Po. Tani, të lutem normal, më bëj një prezantim për këtë javë, kë personazhe kemi? Kemi Renaton, kemi një djalë, duke qenë se emisionin e parë ishte një vajzë supervizoi një djalë, disa thanë shumë sikleta ai djalë. Në fakt ne kemi planuar, përveç se jemi në ekran me shkujt kur i bëjnë surprizë mpian komplet. I çik. Renato do të surprizoj Emën, mikeshën e saj më të ngushtë, janë dy tipa të çmendur aq më tepër që Roza mori vesh është binjakët. Dhe po ishin binjakët. Po pse s'më lë rast të flas? Pse duhet ta thoja unë këtë detaj? Unë po prisja ti të mbaroje fjalinë tënde 7 kilometra dhe thoja Renato është binjakët. Se unë vërtet çdo njeri në fillim e pyes ç'është një horoskopi e pastaj e pyes për emrin dhe nuk e mbaja mend fare që kishte emrin Renato, mbaja mend që ishte binjakët. Dhe tipi çmendur, shumë sportiv, kam përshtypjen me element të tillë ky Heart Attack do dali vërtet wow. Do dalim vërtet shumë. Keni për të parë sot, keni për të parë ç'a keni për të parë, ç'a kam për të parë dhe unë. Ka një ambulancë që me patjetër duhet të zgjidhë detyrën e saj njerëzore. Ne nisemi për tek Renato, ndërkohë që përpiqemi edhe të qetësohemi pak nga trafiku, apo? Po, si gjithmonë trafiku modest i Tiranës. Kemi ardhur në një nga zonat e Tiranës, jemi te krye Durrësit, na pret Renato. Ne do t'i këndojmë këngën e ushtarit rrugës, rruga. Lirin ma fali, jam ushtari rrugës, Heart Attackun ta fali. Parkon pak Juli, se kemi Julin sot shofer, edhe zbresim pastaj për të shkuar e për të marrë Renaton. Roza këtu e ka çarmatuar gjithë makinën, zbresin. Kemi ardhur për shopping ne? S'po marr vesh. Kemi ardhur për shopping, vetëm ki merak të lutem normal, sepse këtu në trotuar ecin bicikletat, ecin motorrat, ecin edhe ne këmbësorët. Ecim edhe ne këmbësorët, unë e pashë natën. Ç'është ky djalë? Ky djalë po na shikon kështu. Si po ç'kemi? Takoj Madonën të lutem. Si unë jam Madonna, ç'kemi? Gjatë javës jam Roza. Jo Madonna Hollywoodit, Madonna nga qielli, që ti vede, që të sheh, që të gjykon. Po lodhim edhe ti jemi këtu. Ky ka përshtypjen është Renato. Hello Renato. Jam Renato dhe jam shumë i gëzuar që jam me sysh. Mua s'më takove, s'më përshëndetet gjithë. Është efekti Madonës. Ecim, të shoh pak të kompensuar. A mund të lirosh ose bëjmë ne të treshë një lirim? 3 2 1 3 2 1. Jo. S'ka më zgjë. Është vetvetja, ri komod, mos e vrit mendje. Mirë sa na erdhe në Heart Attack. Welcome. Nice to see you. Të lutem. Thuaj pak si ishte ai momenti kur ti shkruaje Facebook dhe kur merr një përgjigje që je përzgjedhur. I çuditshëm se seriozisht vënoj shumë përgjigje dhe thashë kanë harruar edhe po e lë fare. E ke shkruar një herë mesazhin në profilet personale të secilës palë apo direkt Heart Attack? Që ka një kandidat serioz i Heart Attack. Jo, po ta dish me këtë që ti sapo the Renato, merr vesh edhe publiku që ka shumë kërkesa, saqë ndonjëherë një kërkesë nisur në 10 orë ne lexojmë në prill. Më kupton? Zgjati shumë një muaj edhe unë e kisha lënë si harres me që thash okay, s'po kthejnë përgjigje, pastaj kur më shkruajtë ti me profilin tënd personal,
Ishte e përgjigje ime, jo, si jam Një pyetje nga salla, ju lutem. Kë puntat të Heart Attack-ut Peti, që u frymëzove të shkruash në faqen e Heart Attack që të bëhesh personazh i radhës. Kush puntat pëlqeu? Frymëzuese tamam ishte ati djalit që bënte ato kërcime të bukura e veçanta që Enea dhe që surprizoi të dashur. Të dashur, Jona, apo Bora, apo Bruna. Najada. Enea dhe Najada. Najada mua do më gjuj me gur tani kur të shohin Najada nuk kam asgjë personale. Okej, mirë, me i fjalë. Mund edhe mos ta kishe thënë. Shkojmë në makinë dhe flasim atje për shoqen tënde. Ti na ke ardhur për divanin e ri me i fjalë që kemi marrë në shtëpinë tonë të re. Uroj që të kesh ardhur me komposto dhe ndërkohë me muhabet të ëmbël për sa i përket Emës. Ta njohim pak më shumë si personazhe. Po, duam të dim për marrëdhënien tuaj që sa ka që ka nisur, se duke qenë se jashtë nuk e duhet të morë më shumë me jetën tënde personale, tani duam të dim jetën tënde shoqërore me Emën. Ka diku të 5 vjet, edhe jemi njohur rastësisht nëpër komente që jemi sharë. Si fillim. Jeni ofenduar. Kështu që ka e bukur. Shoqëri e fortë. Që ka e bukur. Do të thënë ti të binte në sy tipi le të themi lirshmëria që e komentonte dhe që se vriste mendjen e thoshte gjërat kudo që ishte. Ç'është një horoskopi është Ema? Seriozisht është Luani më duket. Luani, binjakët e Luanit tani me binjakët, po që është më e çmendur se çdo binjak i mund. Ka mërzotri, pse unë dhe Roza duhemi shumë, sepse Luan me binjak, e kuptoj tani situatën tuaj. E kuptoj. Dy çifte kështu Luan binjak. Dhe në cilin moment marrëdhënia juaj u forcua shumë, ti the e kam shoqe për kokë. Do me thënë, vazhdoj gradualisht duke u takuar për ditë edhe momentin që nuk takoheshim, flisnim gati 24 orë si në Facebook, ashtu edhe në telefon, Viber, WhatsApp, të gjërat. 24 orë. Gjithë ditën. Get a life! Ne bëjmë jetën, po gjatë kohës që jemi bashkë, bëjmë të jetën virtuale. Zemra jote dhe zemra e Emës, në këto 5 vite, keni pasur probleme me të dashurat respektive, sa tani, sado që mund t'jeni... Kemi qenë xhelozia e kujdo tjetër, si nga ana ime, si nga ana saj. Kupton, ishim kështu, hashim me dhëm nga tjerët na. Dashura jote se dashura saj, ç'është ky shok të shoqja, apo kam të drejtë Roza, se tani ato po mendoj Armal, po kjo Ema thash me vete, ka të dashur? Bashk, ha. Se të nxjerrin gojën. Jo, s'ka. Ndoshta. Only friend with benefits, me thënë, nuk të pyes ku je, qa bën, mos më pyet ku jam, qa bëj, po, hajde, bëjmë qa bëjmë, qa kishim. Unë kam qenë një periudhë kohë goxha impenjuar në një lidhje edhe s'pëduroj dot faktin që isha kështu. Se nuk jam ato tipa që jap llogari, e ke parasysh? Binjakët. E di, edhe kur kërkoj llogari, kërkoj kështu thjeshta për të kalu kohën, nuk është njerëz si jap shumë interes. Kam 2 binjak në makinë që nuk do pushojnë kurrë së foluri. Ti nuk ke 2 veta, ti ke 4 veta makinë. Po kam edhe Gentin, që është binjakët. 2 Roza dhe 2 Gentit ke 6 veta. 6 veta. Ermaj. Është një makt i vërtet. Çfarë bën këtu? Shkojmë pak tek momenti që jemi nisur. Ku është Ema tani? Është duke të pritur, po të bën namin në telefon? Ku rreth 2 orë që kur ne kemi filluar, që po ma çan telefonin sepse kemi lënë takohemi se ka qenë diku jashtë edhe kemi një periudhë kohë pa takuar. Çfarë nuk duron dot e Ema ti? Atë që ta thuash që ajo do e shohin kam. Ajo që do bëj unë pastaj nuk duron Ema dot. Edhe seriozisht ja kam, nuk e di se çfarë reagime do bëj, duke më parë mua. Mos e thuaj, do bëj ata. Jo, më pëlqen shumë reagimi, po thjesht duhet të ruhem. Pak edhe ju dy duhet të ruheni nga reagimi që kemi marrë më zotri. Mua. Kena marrë security, pa merak fare. Nuk e themi për publikun, vetëm nëse e mban më veten kur ka kamera për rreth. Po, nuk e di ky Heart Attack. Seriozisht, ky Heart Attack do jetë Heart Attacku më i papar. Marrje. I ke thënë shumë herë këtë shprehjen, më i papar, oh my god. E ke vënë çdo Heart Attack është më i papar se tjetri. Pra s'mundin se si do jetë Heart Attacku radhës. Unë do jem unë protagonist, na konçen do jetë papar gjitha gjërat. Prej se Genti të rretulloj GoPro-n me stil nga rruga që të vazhdojmë. Genti, jepi drejtim nga
kaluar tek momenti që unë dhe Roza pëlqejmë më shumë, secili prej nesh me armët tona. Po, unë kam një armë shumë të rëndë. Unë kam një armë shumë të lehtë. Ama, kjo arma jote ban shumë pesh brenda, të lutem shumë. Imagjino të jem ulur në lokal unë dhe të më vijë Ermal Peçi të më lidhi syt dhe të zër të merri pasaj o bobo ç'a do ndodhi. Dhe për më tepër imagjinoni që Ema ka marrë gjithë në telefon në Renaton, ku je, Renato po vi, trafik, ishte në kulmin e nervave. Unë nuk e di nëse do vi me një sy të nxirr apo me dy, po do përpiqem do të vi. Relax, I got your back. Dafi, I got your back. Ndërkohë kemi lënë stafin me Dient me Renato për rregullojnë surprizën në qendër. Ore çka keni për të parë juve nuk jam merr mendja, as Emës nuk jam merr mendja. Dhe jam shumë e bindur që kur ta shoh veten e saj në ekranin e Agon Channel kur shoh transmetimin e Art Attackut, do thot mos. Kam përshtypjen që tani me që nuk kemi Renato për të lidhur syt, më ndihmo pak Roz. Po. Syt ja lidhim të parit Gentit. Do shkojmë të marrim Emën, dim që është vetëm te Diamonds, jemi në Don Bosco, njerëz që shohin për kë do të jetë ky Art Attack. Në fakt është vetëm për Emën. Njerëzit të krijojnë ide nga më të ndryshmet. Edhe shohim sukses, e kryqëzojmë gishat inshallah Ema s'ka ikur. Ka një indikacion vetëm dritare. Përshëndetje. Shqetësoj? Si je? Unë jam Ermali, po kërkoj Emën. Ema ja. Sa mirë, ulemi këtu? Hajde kalojmë te. Si je një? Si ke qenë? Mirë. Komplimente shumë simpatike. Ema, unë jam Ermali. Çfarë ke prisë dikë tjetër? Po pres në shokun tim, po shoh tash e fiku telefonin edhe ma nxiu jetën, kam troshë e pres. Tani, shokun tënd e përshëndesim kur ta shohë këtë emisionin, nëse do e shohë. Ta them si ka emrin djali? Renato? Renato do të vrasi Ema, që ta ketë publikisht gjithë të gjë. Ema, unë bërë një emision me surpriza. Faleminderit. Dhe për ty ka një video mesazh. Të them që s'është ai, unë nuk e njoh këtë djalë, po nga cilët persona mund të presësh një video mesazh? Ema po drivet. Prisja Renato, mendova se është Renato, nuk e di. Shoqet ngushtë Megi, Renato. Po kam Irena. Në një gabim kohët e fundit? Gabim, jo, nuk gabim. Zën me ndonjë? Jo, bën herë fjalë me shoqet e ngushta shokut, po jo, s'para bëj. Çfarë ke ndier ti këto ditë, një gjë të çuditshme? Që edhe mund të ketë dhënë stimul. Po, ai duhet të jetë se s'bën Renato. Shumë kurioz, si është ky tip njerëz, më bërë shumë kurioz. Renato shoku im i ngushtë, po nga që po e pres, edhe fiku dhe telefonin tani duhet të ketë diçka. Unë momentin se them dot asnjë gjë. Do të çohemi bashkë të shohim në makinën Agon Channel, ka një video mesazh për ty. Ti e shikon, nëse pranon të vazhdosh misionin, vjen me ne, nëse jo rikthesh me Renaton këtu pick-up e nuk e di. Lëvizim? Dakor. Do e vras fare të Renato se jam pa gjumë pa asnjë gjë dhe si çan bën. Nuk pse nuk më tregon. Po jam shumë bindur që nuk është Renato. Ose Megi ose Irena, kushdo që. Ne do shkojmë në makinat e Agon tani, do shohësh video mesazhin dhe pastaj do e shiq që do vendosësh nëse do e vazhdosh misionin apo jo. Në rregull? Po, dakor. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Kjo është Roza, besoj e një. Më thej që e ke parë Art Attackun. Po. Ka një siklet Roza Ema, po sa të sistemohemi. Okej, jemi Dima? Sikleti ka Ja 2 sekonda. Po prisja një shokun tim, por që tash që rast telefonin deli fikur dhe nuk e di se çfarë do bëjmë, mos më kërkon atë te lokali dhe nuk më gjen. Atëherë ne do bëjmë këtë. Tregojmë një video mesazhin, shohim dhe pastaj rikthejmë Dima Emën në lokal nëse duhet të vijoj. Ka një video mesazh që do ta tregoj Roza. I japim edhe të shpjegoj një gjë eri, ti mund të pranosh sfidën, mund thua jo, mund të jetë një ndjes, mund të jetë një premtim, është gjithçka në dorën tënde, mos më fare nga kamerat, nga mua, nga Roza, okay? Jemi. Hey, përshëndetje, jam unë Renin në Agon Channel, në Art Attack. Jo për thënë se sa shumë dua apo sa shumë kam xhan, sepse ti tash më këtë e di, po për të bërë këtu një nga çmenduritë tona të radhës. Ky është vetëm fillimi, edhe vazhdimi varet nga ti nëse do ta pranosh sfidën apo jo. Dua shumë të të falenderoj që ke qenë pjesë e gjithçkaje që unë kam pasur, e çdo çmendurie, e çdo lumturie, e çdo gëzimi, edhe do të kërkoj vetëm diçka, që të vazhdosh të jesh këtu, të më ndryshosh edhe të jesh pjesë e çmendurive të mia. Të kam zemër.
Unë po bëjmë Renato tani. Prit, mos u emociono para kohës se s'ka filluar akoma. Ishte Renato, a? Shifë që sa u emocionua. Okej. Zot, emocion, a? Kjo nuk është asgjë. Kjo nuk është asgjë. Sikur ta dija që ishte se po vonoj edhe në kafe. Ka bërë vaki. E vrasë. Renato është Sa do kërcënoj, do bëj nami, do më kërcënoj. E vrasë, seriozisht, të dua shumë, por prap do e vrasë. do mirë ta vrasësh se dhe na ka torturuar sot. Lotët tua janë shumë të bukur, ne në ekrani duam shumë lotët. Do nisim urgjentisht që vajza të jetë e qetë dhe të rrajmë Renaton, apo jo Rosa? Ta rraj. Renato ka folur për ty emision të tërë që ti e shikon të hëna në Argon. Nga ty ç'mund të dimne për Renato? Ne na duk një djalë i çmendur. Përveç se kësaj binjakët. Shumë i çmendur, po pa mua nuk është i çmendur Renato, se gjitha gjërat i bëjmë bashkë. Është ajo shpreha, shokët e ngushtë nuk janë ata që ti ja tregon historinë. Shokët e ngushtë janë ata që janë histori brenda me ty. Vetë historia. Kështu që Ashtu është dhe Renato, vetë historia. Shoku im i ngushtë, domethënë kam 4 vjet që frekuentojmë gjatë gjithë kohës, nuk kemi zona absolutisht për asnjë gjë më të voglën. Edhe kemi bërë gjëra pafund, nuk e di s'di këtë ndaj. Jam kurioz nga një femër, se thonë që marrëdhënia mashkull-femër në Është shumë e aspektin sinqert. shoqëror Po, është e vështirë dhe për tu mbajtur. Ka ndonjë Fare. sekret? Tani unë Flasun se unë kam shok të ngushtë prej 10 vjetësh. Me thënë e njoh që 15 vjeç, tani nuk jam 25, jam 26. S'ka problem, që 10 vjetësh le të themi, edhe është nuk ka shoqëri më të ngushtë, më të si pastër. funksionon? Jo, domethënë nuk kemi pas ndonjë nga këto ngacmime që kanë çunat me gosat, ke pas shoqëria ka qenë e pastër gjithmonë. Po shoku që kam dash gjithmonë ta gjej, ke pas dhe e kam gjetë dhe tash nuk e lë të ikë asnjëherë në botë, du fort. Momenti tjetër lart atakut është që këtu mbaron aventura jote me mua dhe me Rozën. Do të mbytën sytë se do të nisem në një vend që ti nuk duhet ta shohësh, okay? Faleminderit. Osa më pëlqen kjo pjesa, suspense, enigm. Tani ne po nisemi diku për në Laprak. Nisemi për Laprak. Nuk është një tallavaxhi, nuk pres të jetë një tallavaxhi të lutem. Preti tani të lutem. Nuk e di, nuk pres, domethënë më saktë ç'a nuk pres nga Renato, po jo, se kam dëgjuar që është një tallavati në Laprak, shpresoj mos e Marr Beyoncé në Laprak. Po, sigurisht. Shiko, ajo tallavaja në Laprak, me që po bëjmë thashë theme, ka bërë aq shumë lek sa mund të marri çdo këngëtar, për shkakun që nuk ka lidhje me tallava dhe e merr kështu si guest, si të ftuar, më kupton? Kështu që ne nuk do shkojmë atje. Ne do shkojmë në një tjetër lokal. Është një lokal shumë i lezetshëm, i hapur, në ambient hapur kështu, edhe aty do na presim. Mos da shumë informacione e marr, mos do më rafësh. Dhe Roza shumë informacione. Dhe kjo Geli të lutem stop, jepi stop kamerës, se nuk duhet t'i thosh kjo. Po çfarë? Po hëndë tani dhe unë harrova Po nuk fare. duhet ta thoje pra. Kot fare. Po mirë tani ç'a keti? Kalojnë këto muhabete kështu. Po nuk duhet ta thoje, ç'a duhet thot kjo? O Genti. Roza të lutem. O Genti mos një gjo atë Genti, se di si më ngre nervat Ermali mu pasaj. Filloj unë pasaj kape për Ermalin. Ja, filloj. S'ka kuptim të zbulosh surprizën. Tani do zje për Ermalin. O Roza të lutem, serojmë kur zbresim se kemi edhe këtë temë. Okej, zgjedh. O Genti jepi stop. Po nuk duhet ta tregonte që ku do shkojmë, se s'ka kuptim. Aha, okay. Si guxon. Kishte një koment shumë spontan dhe du të ma marrë se ma hoqe nga montazhi këtë komenti normal Peçi e ngula. Këtu jemi. Po Ermanet kemi filluar të kemi xham që tani. A mund të bëhemi ne shok e shoqe kur të mbaroj emisioni? Do bëhemi, por Renato do vritet. Renato do vritet. S'kishte faq këtë që tha duhet të marr policia. Ai Renato duke vërtet që ishte tipi të çmendur totalisht. E gjitha është një shenjë horoskopi me mua, kështu që i thash Renato çeke dora ime, nëse e binjakët atëherë duhet të ruhet njerëzit nga ne. Okej, jemi mu në shesh të burrave. Po. Dhe do realizojmë intrigën tonë tani. Duhet i themi që nuk ka ardhur Do i themi që nuk ka ardhur Ema. Ema.
Ta shohim si do reagoj. Dëgjoj, Ka i problem, ka dy vogël. gjëra që nuk shkojnë. Ema atje nuk ishte. Ti telefonin e kishe të mbyllur. Do na thuash një ku do shkojmë vend tjetër që si ta zgjidhim këtë çështje. Ku mendon ti se mund të ketë shku Ema? Duhet i marr ato lokalet ku shkojmë ne gjithmonë, Aha. i bie People Radio, Mos e Tau. thuaj, tani nuk ka ardhur, mund të isha edhe shenjë që s'ka pranuar apo jo? S'ka kuptuar. Jo, se besoj. Surpriza do i pranonim si unë, si ajo. Sepse janë gjithmonë të bukura pa pavarësisht se nga kush bëhet. Gjithsesi. Ore Leri Si këto ka ti. ngelur hatri asaj që ti e vonuar për shembull? Këto kërcënime në telefon që do iki, po se erdhe, i ka bërë shumë shpesh. Deri këto Renato bëu gati se Ema ka ardhur. Tashi dua bodyguard ose mbajeni fort. Okej. Tani do i skenojmë të gjithën ti thjesht bëu gati. Okej. Po, gati. Do i marrim Emën. Jemi në momentet Në më Laprak. delikate, në Laprak, do dhemi gjeografikisht. Mu po mref zemra tani sikur do bëhet mua kjo surpriza. Ema! Hej! Hajde, Hajde. do të ndihmoj unë. Pa merak fare, mund t'i lësh të gjitha këtu, edhe Të çantën. gjitha nuk e asgjë në dorë. Kujdes Okej. kokën, kujdes kokën, kujdes, kujdes. Okej. Okej. Shumë bukur. Ja të mbyllim edhe derën. Mund t'ma vësh Ti mua nuk kraun shef ti është e asgjë, a? sigurt. Këtu. Nuk Hajde. shef asgjë me vërtet. Ha, ku mund t'jemi tani? Lapraka. Lapraka. Dëgjon që të zhurma Kam përshtypjen makinash. që hard ataku do bëhet histori e Laprakës. S'ka problem. Eci. Kujdes se ke shkallë këtu, okej, një, ngrihesh. Bravo. Të lutem, kujdes edhe pak këtu. Edhe pak, kujdes këmbë. Ule. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Ema si Un Ema. endroit où tout le monde se Shumë keq, si pretendon të jam. Qetëso. Ku është more? Ku është Renato? Çfarë është kjo muzika për ty? Jepi. He's doing that. Aha. Sa po këto që i kam i Nëre mor vajzën, hajde me këtë tonën. Ja, do të lidhet Gjito. Hajde. Karton tag, baby. Do i kujtosh këto gjëra kur të plakesh. Po. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. Ky është Renato, prezantojmë Renato. Kjo është Ema. Gjëja që ti kishe mangë të rjetën, ishte të shkoj Renato në një kup. Po, gjithmonë e kam pas mangë dhe urrëtie këtë gjë. Sa ishim thoshte po kurcej diku i fshija all postet dhe në Facebook, ky mendonte se nuk e ka bërë dhe i ribënte. Unë që shkreti. prapi fshija, dhe Renato prapi E bë. njoh këtë lloj historie, po. Si ishte kjo eksperiencë për ty tani, mes Tiranës, me një balerin? Kështu që s'kishte njerëz, edhe prisja në ku. S'kishte njerëz. Po pak isha fri. Si ku e keni bërë këtë ta bëj dhe unë? Nuk thuhet për publicitet. Ta premtoj me Heart Attack.
Okej, bëjmë heart attack. Lule, ëmbëlsirë, një shok që thot në ekran që të do të rjetën. Çfarë mund të dojë një femër më shumë se ty? Kash, nuk dua asgjë tjetër. I kam të gjitha. Ja do ju bëj shok dhe juve tani. Do bëjmë një shok patjetër, do dalim, do luajmë thonjë. Pëlqeu shumë. Shpëtove, nuk do të vras, po vetë. Po thoshte ishte me manikyrin në dorë dhe tha po prisja Renato tha që ndërkohë të luaj dhe thonjë, ti leva thonjt vetëm. Ja ka vlet të presësh. Ka vletur. Herë tjetër nëse Renato të vonohet 2 orë në takim, kam përshtypjen ty do filloj të traj zemra. Ky po më thoshte jam afër, prandaj po prisja se unë do kisha ikur me siguri. Kjo shoqëria e pastër dhe e sinqertë edhe unë dua që sa më shumë të rinjt shqiptar të kullohen dhe të ambientohen me idenë që vërtet mund të ketë një miqësi të pastër midis një djali dhe një vajze. Tada! Kam përshtypjen që ekrani Agon Channel ata ka marrë një mesazh të rëndësishëm në këtë mbrëmje të sënës, që miqësitë e vërteta ekzistojnë gjithmonë edhe mes djali edhe një vajze. Kjo ishte e papar, me të fiks ashtu siç unë imagjinoja. Oh my god! Një marrëdhënie shumë e veçantë që ka ardhur në ekran. Unë dhe Roza kemi qenë në qendrën e Tiranës, po në qendër të vëmendjes, janë gjithë duke na parë ç'kemi, si jeni shumë të mirë. Doni të jeni pjesë e këtyre gjërave. Shkruani Ka Agon Channel. Në faqen tonë zyrtare për qenë protagonist mbase për të bërë marrëzinen e radhës. Po, të lutem ti bëjmë pa kadetet. Unë falenderoj patjetër butik Room 11 që ndodhet te rruga Myslimshyri. Shumë më vjen keq me thuaj. Po. Kam kokën e iguanës që kam patur në shtëpi për 9 muaj që quaja Godzilla. Po, edhe unë duhet falenderoj Senso Unico që ndodhet pashtu plan Myslimshyrit për veshjen dhe mundësinë që unë të jem i kuruar, që Roza të jetë e kuruar, ne jemi po ashtu të kuruar me një mesazh të rëndësishëm, jemi të kuruar nga rajet, nga zemrat, jemi më të bekuarit besoj. Nga dashuria. Takohemi të anën tjetër. Bye. I love when you play with me. Everything you make me see. I love your arms around me. I love my dreams to come true. 'Cause all I wanna do is let lovers do. And if you wanted to, let's say you're loving me.